Nëse një student vjen gjuhë apo në letërsi dhe pretendon aty me mësu drejt shkrimin, mendoj që e ka huç totalisht. Unë kisha nisë nga parashkollori. Unë mendoj që problemet kryesore në sistemin e arsimit në Kosovë janë në shkollën, në sistemin parashkollor, në shkollën fillore, në shkollën e mesme dhe tek pastaj në universitet. Në universitet mjafton, universitet punohet ma lehtë, sepse materiali që të vjen, nëse e quajmë studentat material, të vjen i formum, duhet me të ardhë i formum, dhe fakulteti pastaj shërben për specializim tyne. Mirë po dia përgjithshme merret shkollë fillore të mesme. Ti vetë ke studiu letërsi, ose studentat që vinë të na në gjuhë. Nëse një student vjen në gjuhë apo në letërsi dhe pretendon aty me mësu drejt shkrimin, mendoj që e ka huç totalisht. Drejt shkrimi mësohet në shkollë fillore të mesme, mësohet përmes leximit, jo vetëm përmes rregullave. Pastaj rregulla specifike mund mësohen në fakultet. Por, po flas për këtë drejtim, njëjtë është edhe te fizika, ose që për shembull për letërsi, kur kom ardhur në fakultet në Prishtinë dhe kur nuk e harroj profesori Anton Berishaj, ishte asoko asistent i ri në teori të letërsisë dhe na dha me analizu një poezi. Një poezi e cila s'kishte emën të autorit, ishte me, tash ma vonë e ku marrë verka, balada për Luis Ljakun e Mimoza Ahmetit, edhe na nuk dishim çka me shkru. Na ishim mësuar në shkollë të mesme me thonë Jeronim Derada lindi në vitin 1814 në fshatin Makit të Kalabris, të rërëm u shkolluan në këtu. Na kemi mënu që është studimi i letërsisë. Prandaj, shkolla fillore dhe mesme duhet me ndryshu. Duhet me kalu komplet në methodology-based learning, në mësim të mbështetur metodologji, jo në mbamendje. Të nënë zonësat mirë, fillore të mesme kanë qenë ata që kanë mësu vjersha përmensh. Çfarë dihesh me mësu vjersha përmensh? Kur fare. Çfarë dihesh me mësu mësimin përmensh? Kur fare. Se vjen një moment që një informat tjetër të ambulon qatë informat. E kur e mëson mënyrën qysh me mërri të informata, të dija, qysh me bën lexim kritik, atëherë është dije e qëndrueshme. Prandaj, duhet me reformu sistemi parauniversitar para së gjithësh. Mirë po, nuk ka vullnet politik në Kosovë. As ka pas, unë dëshoj që ka me pas, sepse partitë politike që udhëheqin arsimin, jo tash, po gjithmonë, edhe tash, në Kosovë, që 25-6 vjet, i shohin mësusat si bahqet votave. Do të me shku me, do më thonë, një mësus nëse te trajton mirë, e me trajtu mirë, do më thonë, nësë mja prish të rezin, qaj mësus të siguron votën e vetë, votën e gruas apo të burrit përkatësisht, nëj vot, nëj kushërinit, votat e fëmijëve eventualisht, edhe je rahat me ta. Në vend kësaj, mësusat duhet mi u prish rahatin, po jo në kuptimin që mi testu që shkanë thonë, mi poshtnu, mi shtin test, apo det berzupi testit, jo, duhet me bo trajnimet mirë filta. Jo me bo trajnime me shku në Durrës, Mulan deti. Se do me bo trajnime në trajnimin Prishtinë, me monitoru, me përkrah, me stimulu financiarisht mësuesit pa të mirë, me zhvillu sistemin e mësuesve tutor, të cilët kishin me organizu, do me thonë që ta zamë në komunën e Prizrenit. 2-3 mësues tutor kishin me koordinu mësimin e gjuhës shqipe në krejt shkollat e Prizrenit, për shembull. Dhe kjo pastaj e ndihmon mësimin. Masanej, ka metoda të shumta, do të mos zbatu taksonomia Blumit deri në fund. Do me thonë, prej njohjes, identifikimit, deri te mendimi kritik. Mendimi kritik është shumë e rëndësishëm. Përmes zhvillimit mendimi kritik, apo shkolla jonë kish me kriju kuadra të cilat bëhen të dobishme për shoqërinë. Politikës mund të dvynë, mund të duhen analfabetët dhe gjysmë analfabetët për të manipulu me ta. Po shoqënisë nuk i duhen ata. Shoqënisë i duhen njerëz të cilët janë të ditur, njerëz të cilët kanë mendim kritik, njerëz të cilët dyshojnë në secilin informat që e marrin.